Sot kryeministri Edi Rama njoftoi mbylljen e platformës TikTok për një vit. Pse po ndodh kjo tani? Kjo erdhi si reagim ndaj ngjarjes ku mbeti i vrarë 14 vjeçari Martin Cani. Ngjarje të tjera të ngjashme qartësi tregojnë mungesën e sigurisë në shkollat tona dhe mungesën e adresimit të konflikteve para se ato të eskalojnë. Në vend që kryeministri dhe ministri e arsimit të punonin drejt kësaj dhe të vendosnin drejtësi për ngjarjen e Martinit, ata kanë vendosur të mbyllen TikTok. Sigurisht ai e ka lexuar situatën. Nga njëra anë ka kapur këtë sentimentin e përgjithshëm shoqëror që TikToku po shkatron shoqërinë, rininë shqiptare, dhe nga ana tjetër ka kapur këto përplasje që ka pasur me TikTokun në disa nga vendet perëndimore. Bashkimi Evropian, për shembull, ja u ka ndaluar stafit të tyre ta kenë TikTokun në telefonin e tyre. Po kjo për arsye sigurie. Për të njëjtën arsye, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkuan ta ndalonin TikTokun me arsyetimin se të dhënat e tyre, të dhënat e shtetasve amerikan mund të përdoreshin nga qeveria kineze, ama zgjidhja që ato i dhanë është ata i dhanë mundësi një kompanie amerikane që të merrte nën kontroll TikTokun dhe dhënat e qytetarëve amerikan. Pra arsyet pse disa shtete perëndimore janë në përplasje me TikTokun është krejtësisht e ndryshme nga arsyeja sepse kryeministri jon kërkon ta mbyll TikTokun. Kjo është një përpjekje e qëllimshme për të bllokuar një ndër mediat e reja me riçin më të madh tek një grup i gjerë shoqëror në Shqipëri. Nuk ka sens që ngjarje të tilla të adresohen duke mbyllur TikTok. Arsyeja është faktikisht politike. Pikë së pari, mbyllja është vetëm për një vit. A do ndryshoj sjellja e shoqëria jon për një vit? Së dyti, po ndodh në prag të fushatës elektorale të 2025-s. Së treti, pasi Rama vuri në kontroll mediat tradicionale dhe përpiqet të kontrollojë algoritmat e aplikacioneve të tjera të rrjeteve sociale përmes aplikacionit aktivisti, duke detyruar punonjësit e administratës që të interaktojnë me postimet e figurave kryesore politike, tani ai kërkon të kontrollojë dhe TikTokun. TikToku është bërë media e re, shumica e njerëzve kalojnë kohë në TikTok. Unë personalisht shoh shpesh në TikTok kontent politik, sidomos nga partitë e reja. Duke qenë se kjo po bëhet shqetësuese dhe po bëhet një lloj media e re, Rama kërkon ta kontrollojë atë në prag të fushatës zgjedhore.